Çështjet e pronësisë janë ndër shqetësimet kryesore që Bashkimi Evropian ka me Shqipërinë, për shkak të paqartësisë së akteve, mungesën e reflektimit të tyre në regjistra, të dhënat kadastrale të ruajtura manualisht në letra, si dhe në mospërputhjen e tyre me realitetin në terren. Ky shqetësim i Bashkimit Evropian është pjesë e grup kapitullit të themeloreve në negociatat e antarësimit për vendin tonë. Gjatë konferencës rajonale të mbajtur në Tiranë për pronat dhe integrimin, përfaqësuesi i BE-s dha edhe një herë detyrën që duhet të plotësojë Shqipëria, ndërsa Këshilli i Evropës tregoi se cili është çelësi i zbatimit të këtyre reformave. Shpërshpejtimi i regjistrimit të pronave, avancimi me digitalizimin, garantimi se të dhënat përkojnë me realitetin në terren, integrimin e procedurave administrative, përmirësimin e integritetit, si dhe forcimin e komunikimit me publikun. Dhe suksesi i reformave shkon përtej sistemeve dhe legjislacionit, në fakt pasqyrohet në besimin e qytetarëve për t'u afruar institucioneve dhe për të thënë se kjo është shtëpia ime, kjo është e drejta ime. Kryeministri Rama pranoi që çështja e pronave është një sfidë për vendin tonë, duke justifikuar edhe me problemet e trashëguara para 13 vitesh, por me shpresën që teknologjia do t'i vijë në ndihmë. Nuk besoj se ka vend tjetër ku të drejtat e pronës kanë qenë kaq në ndryshni. Pjesa më e vështirë e procesit tonë negociatave dhe e procesit tonë për ndërtimin e shtetit. Teknologjia e re, inteligencë artificiale mund të bëjë mrekulliera, por gjithashtu mund drejtoj tek një ngërç tjetër nëse të dhënat nuk janë të sakta. Shefi i qeverisë solli në vëmendje që vendimet e gjykatave për pronat kanë rënduar buxhetin e shtetit. Përgjigjen për këtë ankesë ja dha përfaqësuesja e Këshillit të Evropës duke i kërkuar që të ekzekutohen vendimet e gjykatës ndërkombëtare. Zbatimin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut janë një pjesë thelbësore e rrugtimit drejt integrimit në BE. Për këtë qëllim, sistemet transparente edhe të besueshme mbi pronësinë nuk forcojnë vetëm shtetin e së drejtës, por gjithashtu korrupsionin dhe mbështesin zhvillimin ekonomik. Sipas kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian në raportin e IBAR, Shqipëria ka afate për regjistrimin dhe digitalizimin e pronave nga viti 2026 deri në afatin tjetër përfundimtar për një sistem të plot brenda vitit 2030.